Greta Ramelli dhe Vanessa Marcullo, vullnetare italiane të rrëmbyera në Siri, janë liruar pas 6 muaj shpengmarrjeje. Vajzat kanë bërritur në mesnatë në aeroportin italian të Ciampinos në gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Vanessa Marcullo dhe Greta Ramelli janë të lira dhe së shpejti do të kthehen në Itali, shkruante mbrëmjen e së enjtes zyra e kryeministrit Matteo Renzi në Twitter. Informacionet e fundit rreth vajzave erdhën në dhjetorin e vitit 2014, nëpërmjet një video të publikuar online dhe në të cilën vajzat bënin thirrje për ndihmë. Jemi Greta Ramelli dhe Vanessa Marcullo. I lutemi qeverisë tonë të na sjellë përsëri në shtëpi para krishtlindjeve. Jemi në rrezik të madh dhe mund të na vrasin, deklaronin vajzat në video të veshura si myslimane. Por pas këtij lajmi të mirë dhe shpëtimit të 2 jetëve, ngrihen polemika të mëdha. Flitet për një shifër të majme që shteti italian ka paguar në këmbim të lirisë së vajzave vullnetare të rrëmbyera në Siri ka ekstremistët deri në 12 milion euro për militantët e frontit Al Nusra në Siri.